Miq të dashur, unë jam e pozicionuar këtu në këndin e intervistave dhe këtu pranë meje ndodhet një këngëtare tepër bukuroshe, e cila sonte më është veshur me një fustan të kuq, ku na e ka shëndritur fare skenin e Prizreni Music Fest. Pranë meje ndodhet Fjolla Gashi. Mirëmbrëma zemër. Mirëmbrëma për ty. Kënga jote titullohet Askënd Tjetër. Kujt i ke thënë ti kështu? Kënga ime nuk i përket askujt, mirë po vetëm te shkruesi ka bërë një diçka, ka përmbledhur diçka dhe ka dalë diçka e bukur. A investon shumë për muzikën Fjolla? Nuk investoj, mirë po çdo këngëtar, secili prej tyre investon diçka sa ka ai apo për diçka në mënyrë që të dalë diçka sa më e bukur. A ka Fjolla një imazh publik nga i cili inspirohet, e adhuron aq shumë, do që të jetë si ajo në pamjen e jashtme shqiptare apo e huaj s'ka rëndësi? Fjolla jo nuk ka, mirë po nga secila marr diçka çka mu më përshtatet. Cili mendon ti se është çelësi i suksesit për një këngëtar që të arrijë të bëhet i suksesshëm? Kush mund të jetë fama, që të bëhet i famshëm, domethënë, cili është çelësi i suksesit, çfarë duhet të bëjë ai? Të ketë paran apo të ketë talentin? Talenti vjen prej Zotit, ndoshta paraja sa punon ai. Mirë po, për mua është muzika, për mua është një pasion dhe zërin e kam nga Zoti, nuk e kam fituar me diçka të tillë, mirë po besoj që po dal bukur me këngët mia, me të gjitha. Si është një ditë e zakonshme për Fjollën? Si e menaxhon ditën? Si kalon fundjavat me shoqërinë, me familjen e shumë gjëra të ndryshme? Po, dita ime është si të thonë e thjeshtë, me shoqëri, me familjen time të ngushtë. Edhe kaq. Kur ka qenë momenti i parë që ju keni dalur në skenë, që jeni paraqitur si një këngëtare, dhe cilat kanë qenë ato emocione që ti ke përjetuar, sepse çdo këngëtar normalisht e mban mend herën e tij të parë që është shfaqur para publikut apo jo? Fillet e mia të muzikës ka qenë që nga shkolla fillore e deri më tani, mirë po ka qenë një farë lloj emocioni, si do thuash. Normalisht. A ke menduar ti ndonjëherë që të merresh me diçka tjetër përveç se vetëm me muzikën, me një hobi tjetër që ti mund të kesh? Nuk kam menduar, mbase kam shkollën përpara, por edhe për mua muzika është plus, edhe kjo. Kush është pika më e dobët e Fjollës në të gjitha aspektet jetësore? Pika ime e dobët është normalisht familja, diçka që dëgjoj një fjalë të keqe, mua më prek në zemër, mirë po kjo është ser për kaj. Fjolla, shumë faleminderit për intervistën, ishe tepër e këndshme, unë të uroj shumë suksese në Prizreni Music Fest dhe në karrierën tënde në vazhdim. Faleminderit për juve, përshëndes të gjithë fansat e mi që na shikojnë, përshëndes ty, faleminderit shumë, edhe gjithë teleshikuesit që na shikojnë. Faleminderit. Miq të dashur, unë isha kështu në intervistën time për ditën e sotme me Fjolla Gashi. Për të gjithë ju që dëshironi ta votoni dhe ta dërgoni në gjysmë finale, pse jo dhe në finalen e madhe, mjafton të shkruani PMF hapësirë, emrin e saj dhe mesazhin të dërgoni në numrin 55666. Ky numër vlen si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova. Gjithashtu këngën e Fjolla Gashit mund ta gjeni të postuar edhe në kanalin e Arkiva Shqip. Unë juftoj të na ndiqni.